Çfarë do të bëje nëse një shkëmb i vogël në mes të oqeanit do të kishte më shumë vlerë se i gjithë vendi yt? Japonia po përballet pikërisht me këtë realitet. Thellë në oqeanin paqësor ndodhet Okino Torishima, një copë e izoluar korali me sipërfaqe vetëm 16 metra katror, më e vogël se një dhomë gjumi. Megjithatë, Japonia ka investuar rreth $487 milion amerikan për ta mbrojtur. Tingëllon absurde apo jo? Por këtu qëndron thelbi. Sipas ligjit ndërkombëtar detar, çdo tokë që qëndron mbi ujë gjatë baticës lart mund të pretendojë një zonë ekonomike ekskluzive që shtrihet deri në 370 kilometra në çdo drejtim. Ky shkëmb i vogël mund t'i sigurojë Japonisë një hapësirë oqeanike prej rreth 432.000 kilometra katror. Brenda kësaj zone mund të fshihen pasuri me vlerë triliona dollar, si nafta, gazi natyror, mineralet e rralla dhe zona të pasura peshkimi. Por ekziston një rrezik i madh. Nëse Okino Torishima zhduket në ujë, Japonia humbet çdo të drejtë mbi këtë zonë, sepse pa tokë nuk ka pretendim. Për këtë arsye, Japonia po zhvillon një betejë jo kundër ndonjë shteti tjetër, por kundër forcave të natyrës. Ata kanë forcuar koralin me struktura betoni, kanë ngritur stacione monitorimi dhe dërgojnë vazhdimisht ekipe mirëmbajtjeje, vetëm që ta mbajnë mbi sipërfaqe. Kjo nuk është thjesht një copë shkëmbi, por një perandori detare me vlerë rreth $12 miliardë që mbështetet mbi një sipërfaqe aq të vogël sa mund ta kalosh në këmbë për vetëm 10 sekonda.